Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se avioni i parë zjarfikës ka nisur aktivitetin e tij në Shqipëri, duke ju shtuar forcave zjarfikse. Përmes një postimi në rrjetet sociale, duke ju referuar avionit që po punon për shuarjen e flagëve në fshatin Riban të Mallakastrës, Rama shkruan se kjo verë e nxehtë ka gjetur shtetin shqiptar më të përgatitur se kurrë për të luftuar me flakët. Avioni i parë zjarfikës ka nisur aktivitetin si forcë e shtuar e këtij gushti sfidues, i cili na gjen më të fortë e të përgatitur se asnjëherë më parë, por edhe plotësisht të vetëdijshëm, për larg qoftë rrezikun e për shkallëzimeve ekstreme të zjarreve përtej fuqive tona, siç po ndodh në disa vende të mëdha të Europës aktualisht. Respekt dhe mirënjohje për të gjitha forcat tona në terren. Avioni Air Tractor AT-833, i cili prej së martës po ndihmon përfikjen e zjarreve në Mallakastër dhe është rikthyer edhe sot për të vijuar punën, i përket kompanisë me të cilën qeveria shqiptare ka lidhur kontratë për blerjen e 3 avionëve të ngjashëm, të cilët do t'i bashkohen forcës ajrore shqiptare në fund të vitit. Avioni i parë i ardhur të martën do të pasohet edhe nga një avion i dytë në ditët të vijim dhe synon të stërvisë pilotët shqiptar për përdorimin e tyre, por meqë ka situatë me zjarret, stërvitja po bëhet reale. Aktualisht burime bëjnë me dije se avioni i parë po përdoret nga pilotët e kompanisë dhe në vijim do t'i bashkohen edhe pilotët shqiptar. Për pikasin e zjarreve në ditët e fundit është përdorur masivisht edhe droni Bayraktar, i cili ka dhënë ndihmë për gjurmimin në momentet e para të shumë situatave. Në përdorim janë edhe 4 helikopter të forcave ajrore, të cilat po punojnë për të fikur zjarre.